Arrestit intensive të ditëve të fundit kanë shkaktuar probleme serioze në disa fshatra dhe akse rrugore të bashkisë Delvin. Prurjet e mëdha të ujrave kanë bllokuar rrugët, dëmtuar infrastrukturën dhe rrezikuar banesat pranë zonave të përmbytura. Banorët e zonës e përshkruajnë situatën si të vështirë dhe kërkojnë ndërhyrje urgjente. Shtëpia ishte mbytur fare deri këtu në ujë. Ishte herë 3 që përmbytem. Bi 20 milion lek mall. Ka rrezikuar më që na pematull ishte kanali ujëve të vogël, lezëm që i sa vite ka që së shpastruar. Ta rrezikojnë fushat të tëra, ja ullin të shkullur, shikojnë që. Komplet pëmët janë, është të shkullur ajo. Rrezikohet vetëm mbushja e ardinaturës me baza me kështu, ku ka vende të ulta të mos rrezikohen të çajë, se po çajë ne u përmbiten të gjitha fushat, e çka këtej. Rrezikohet ardinatura për të çajë. Uji ka 100% me ardinaturën. Edhe lumi rrej gjithmonë ka radiaturës nga mbushtimi i bazave që kanë edhe nga kanal këtej, i gjatës. Dhe edhe i 100% nga rrezikohet nga çaja radiaturës. Në zonën e Metoqit, tereni është monitoruar nga Kristaq Kiço, i cili ka raportuar për situatën. Kiço thotë se ekipet e bashkisë dhe mjetet e rënda kanë punuar dhe po punojnë pa ndërprerje për hapjen e rrugëve dhe devijimin e ujrave. Situata, siç po shikoni, është mjaft e rënduar pas shirave të vazhdueshme që kanë rënë gjatë natës edhe vazhdojnë edhe në këto momente me një intensitet mesatar, por kuptohet që sasia e ujrave që mbledhin lumi Kalasës dhe Bistricës është në nivele shumë të larta. Siç mund ta shikojmë dhe konstatojmë tani, edhe ura e Metoqit e fermerëve që quhet është e mbuluar totalisht nga uji. Dhe gjithashtu edhe te rreth rrotullimi i urës së Gajdarit deri në Shijan, pothuajse uji ka dalë në nivelet e rrugës edhe kalimi në drejtim të fshatrave edhe Shelegar edhe Vromero edhe Van është mjaft e vështirë. Situata më e vështirë në këto momente është pjesa e Delvinës, qyteti dhe fshatrat, se kuptohet sasia e madhe e ujit e cila fillon që nga zona e Delvinës, vazhdon poshtë në drejtim të fshatrave të Bajkaj, të Vanës, duke shkaktuar edhe problematika. Situata paraqitet e rënduar në fshatin Bajkaj të Delvinës, ku poroi ka dalë nga shtrati duke përmbytur toka bujqësore dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Probleme janë raportuar edhe në bashkinë Finiq, veçanërisht në fshatrat Mesopotam, Dërmish dhe Navarit, ku rreshjet intensive gjatë natës kanë shkaktuar rritje të menjëhershme të prurjeve dhe vështirësi në qarkullim. Strukturat vendore ndodhen në teren dhe po punojnë për normalizimin e situatës. Banorëve u kërkohet të tregojnë kujdes të shtuar dhe të shmangin lëvizjet e panevojshme.